A e dini që Nicola Maduro, presidenti I Venezuelës, I cili është sot në përgjegjësi ligjore amerikane në territorin amerikan, pretendonte që mafia shqiptare ka dashur ta vrasë. Në fakt, pretendimi I tij është absurd, por nuk është një pretendim që ka dalë thjesht në media. Është një pretendim I bërë me zë dhe me figurë, drejt për drejt, nga Nicola Maduro në televizion, gjatë një takimi me forcat armatosura të sigurisë Venezuelës, ato ushtarake, ato policore dhe ato të shërbimeve sekrete. Në fakt, për të krijuar një ide më të qartë, duhet të dëgjoni vetë deklaratën e Nicola Maduros, bërë në 25 maj 2025 në televizionin shtetëror të Venezuelës, në një takim që transmetohej drejt për drejt, sikur se thash, me forcat kryesore të sigurisë së Venezuelës. Bëhet fjalë për një fjalim në të cilin ai foli shumë gjatë, por që një pjesë ja dedikoi tentativës së mafias shqiptare për të destabilizuar Venezuelën dhe për të vrarë atë personalisht. La mafia albanesa que gobierna Ecuador mandó parte de sus mercenarios entrenados a poner bombas en Venezuela. Capturados han sido. La mafia albanesa, como lo ha denunciado, los tenemos. Se les capturaron 3 teléfonos y están hablando los 3 teléfonos. La mafia albanesa. ¿Y por qué la mafia albanesa del Ecuador está mandando? Albanesa colombiana. Narcotráfico colombiano, albanés y de Novoa en Ecuador. ¿Por qué? Porque allá está Eric Prince. Y si está Eric Prince, está el imperio norteamericano. Ya sabemos que hay un sistema internacional controlado por el imperio. Po kujt I referohet Nicola Maduro? Cili është thelbi I diskutimit të tij? A ka ndonjë të vërtetë në këtë fjalim që ai ka mbajtur dhe a realisht ka qenë prezente mafia shqiptare në Venezuelë dhe në Amerikën Latine? Unë kam, po të them, investiguar disi këtë histori për të kuptuar se çfarë ka ndodhur realisht gjatë vizitës në Kolumbi, pa ta folur dhe me diplomat të cilët, diplomat të Kosovës dhe diplomat tjerë të cilët kanë një njohuri të situatës atje. Jo, nuk ka pasur kurrë një tentativë të mafias shqiptare për të vrarë Nicola Maduron dhe nuk ka pasur kurrë një tentativë të mafias shqiptare për të destabilizuar Amerikën Latine. Historia nis në fakt me vrasjen e Uribes, kandidatit për president të Ekuadorit, vrasje e cilit ju ngarkuan në një farë mënyrë mafjes shqiptare. Për çfarë arsye? Sepse një trafikant shqiptar I cili ndodhej në burg në Ekuador, I cili po ashtu kishte pasur lidhje me presidentin e mëparshëm të Ekuadorit, Dritan Rexhepi, u bë përgjegjës jo për vrasjen drejt për drejt, po për faktin se ai ishte liruar nga gjykata dhe nuk gjendej më në Ekuador. Pra në një farë mënyrë Uribe kishte ngritur shqetësimin që mafia shqiptare po arrinte të diktonte drejtësinë e Ekuadorit. Vrasja e tij ju faturua deri diku shqiptarëve, asnjëherë nuk është thënë drejt për drejt se kanë marrë pjesë, po u tha që ajo ndodhi mbasi ai denoncoi zhdukjen ose po themi lirimin e një shqiptari nga drejtësia e Ekuadorit. Në këtë moment, I ishte presidenti I Venezuelës I cili bëri me përgjegjësi atë që e quante mafia shqiptare. Po cila ishte historia e vërtetë? Sepse pa kompas, edhe kandidati për president dhe presidenti aktual I Kolumbisë e mbështeti deklaratën e presidentit Venezuelës Maduro. Historia është fare thjesht. U kapën 38 kontrabandist ose trafikant të rëndësishëm kolumbian që kishin lidhje me trafikantët e po quaj të drogës së Venezuelës. Të 38, sipas të dhënave venezueliane, asnjë burim tjetër të sigurt, kishin tentuar të vendosnin bomba dhe të krijonin akte terroriste në pjesën publike të Venezuelës, pra në ambientet publike të Venezuelës, si dhe në ambasadë dhe huaje në Caracas po ashtu të Venezuelës. Ky ishte vetëm deklarimi I bërë nga burimet e mediave të Venezuelës dhe këtyre burimeve ju referohet Nicola Maduro kur pretendon që ishte mafia shqiptare. Po pse pretendon se ishte mafia shqiptare? Sepse njëri nga 38 të arrestuarit, sipas Nicola Maduros, ishte një kolumbian me origjinë shqiptare, I cili ishte kreu I këtij grupi me 38 trafikantë që po tentonin të destabilizonin Venezuelën. Në fakt, deri më sot nuk ka asnjë dëshmi zyrtare, nuk ka asnjë dëshmi, po e quaj që vjen nga gjyqi, nga shërbimet sekrete, nga investigimi, nga policia, që të lidh qoftë dhe një shqiptar të vetëm me rastin e Venezuelës. Nuk ka asnjë dëshmi që shqiptarët jenë përfshirë në një tentativë për të
destabilizuar Venezuelën apo për të vrarë presidentin e Venezuelës. Pavarësisht se ai aty flet për një emër amerikan, bëhet fjalë për një biznesmen të madh amerikan i cili dikur ka qenë dhe pjesë e Delta Force, mund ta dëgjoni emrin në fund, të paktën atij besoj i referohet sepse nuk ka një person tjetër me atë emër. Nuk besoj që shqiptarët kanë pasur një lidhje kaq të fortë me një prej biznesmenëve të fuqishëm të Amerikës për të vrarë presidentin e Venezuelës. Paktën ky është pretendimi i tij. Në të gjitha burimet e mëpasme, në të gjitha investigimet e mëpasme, asnjë shqiptar nuk lidhet me këtë dhe duket se Maduro o e ka përdorur për presion ose ka shfrytzuar një moment kur mafia shqiptare ishte në qendër të vëmendjes në të gjithë mediat e Amerikës Latine dhe është munduar ta vendosë Shqipërinë në mes ose ta përfshi Shqipërinë në këtë histori. Thash dhe njerë, nuk ka asnjë lidhje të Shqipërisë ose të personave shqiptar me destabilizimin e Venezuelës, por po ashtu edhe të Kolumbisë apo Ekuadorit. Një rast i veçuar në Ekuador, ai dritar Recepit, është rasti i një trafikanti i cili u arrestua Buriburg dhe kishte lidhje të cilat i shfrytëzonte vetëm për interesat e tij të trafikut dhe asnjëherë për çështje politike dhe pa asnjë interes të mirëfillt politik. Pra deri më sot nuk argumentohet asnjë shqiptar që të ketë marrë pjesë drejt për drejt në destabilizimin e këtyre vendeve të Amerikës Latine. Natyrisht që Nicola Maduro ishte një paranojak. Nëse ju lexoni një shkrim publikuar nga Reuters, ai ruaj në mënyrë të jashtëzakonshme, shtëpia ku ai është kapur ishte një zonë e sigurisë shumë të lartë, mendoj që dyert ishin dyer metalike që të mos shpërtheheshin dot, pra dyer të blinduara, por në fund fare Delta Force amerikane e rrëmbeu duke shfrytzuar burime të besueshme që ishin brenda stafit dhe grupit të tij. Ai u mor me helikopter, u transferua në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dje në orët e para të mëngjesit europian ose në orët e vona të mbrëmjes amerikane, u transferua në një burg federal në New York, ku pritet të dalë përpara gjykatës së South Districtit, pra distriktit të jugut të New Yorkut, për të përgjigjur akuzave të ngritura nga drejtësia amerikane për pjesëmarrje në trafikun ndërkombëtar të drogës, favorizimin e trafikut ndërkombëtar të drogës dhe kundërshtimin me armë. Nuk e di kjo akuzë e tretë duhet parë. Ai do të gjykohet nga gjykatës 93 vjeçar, i cili është emëruar nga Bill Clinton në vitin 1998, që do të vendosë nëse Nicola Maduro është përgjegjës për akuzat që i bëhen nga prokuria amerikane apo jo. Nicola Maduro ishte një diktator, ai nuk i ka fituar zgjedhjet e fundit në Venezuelë, i mori ato me dhunë, kundërshtarët e tij i shtypi me tanke, por natyrisht do jetë drejtësia që do të përcaktojë nëse ai ka marrë pjesë në trafikun e narkotikëve apo jo. E drejta e qeverisë amerikane ishte ta çonte atë përpara drejtësisë, ndërkohë që kur asnjëherë shqiptarët nuk kanë pasur lidhje me destabilizimin e Venezuelës. Kjo ishte thjesht një marrëzi, absolutisht një marrëzi dhe një paranojë e Nicola Maduros, i cili shquhej shpeshherë për gjeste dhe paranoja të tilla. Kjo është çështja e ditës sot, kështu që dhe Shqipëria nuk ishte se si mos përzihej.